Portali online Tema i gazetarit të familjes Veliaj me Robaze ka publikuar një kërkesë të bërë nga Erion Veliaj në gjykatën e posaçme për vënie në dispozicion të dosjes së tij. Në kërkesë Erion Veliaj kërkon kopje fizike të dosjes dhe kohë të mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen. Pyetja që ngrihet është kush e ka nxjerrë këtë kërkesë? Nga rrodhi ky informacion? Prokurorët e SPAK-ut kanë nxjerrë këtë kërkesë, ndërkohë që ishte quar gjykatës, siç e ka thënë edhe CNA më herët, është e provuar, janë vetë njerëzit pranë Veliajt që nxjerrin materiale të tilla, si në rastin konkret, një kërkesë të quar në gjykat që e dinin vetëm avokatët e tij dhe ai vet. Pra, kjo kërkesë nuk është dërguar në SPAK. Kërkesa i është quar gjykatës dhe Veliaj ka kërkuar që t'i vendosën në dispozicion aktet e dosjes së tij. Në fakt, dosja e Erion Veliajt ka 4 muaj që është vënë në dispozicion që në datën 23 korrik. Erion Veliaj vazhdon të shtyn gjyqin dhe gjen vetëm instrumente për të shtyrë seancën paraprake. Tani edhe ky veprim për të kërkuar dokumentet është një lëvizje mashtruese, sepse është e qartë. Erion Veliaj thot më jepni dokumentet tani, ndërkohë që janë marrë nga avokatët e tij në formë elektronike muaj më parë dhe më pas do të kërkojë të njihet me këto dokumente. Duke qenë se janë voluminoze pasi bëhet fjalë për afro 60.000 faqe, tani do të kërkojnë edhe një 3 muaj të tjerë për t'i parë. Ndërkohë që Erion Veliaj i ka vajtur dosja që në korrik. Ka gati 4 muaj që SPAK-u e ka dërguar dosjen në gjykat dhe Erion Veliaj nuk shkon të paraqitet. Dhe u kujtua tani pas 4 muajsh të thotë më jepni dokumentet. Lëvizja mashtruese e Veliajt tregon edhe një herë se kryebashkiaku i thyer në detyrë nga gjykata kushtetuese kujton se prokurorët dhe gjyqtarët janë vartës dhe punonjës në bashki. Ngatron rolin, ndoshta pasi e ktheu gjykata kushtetuese në detyrë, mendon që Altin Dumani është drejtori i urbanistikës, Olç Dado drejtori i gjelbërimit, Erion Bani drejtori i pastrimit, një tjetër është drejtori i strehimit. Në fakt nuk është kështu dhe e vërteta është se me këto urdhra që i jep Erioni gjykatës, shkon apo nuk shkon në gjykat, nuk do t'ia di askush, se prokurorët nuk janë vartës të tij, as gjykatësit nuk janë vartës, kështu që do të vazhdojnë punën. Erion Veliaj e ka marrë rrugën e tij ligjore, duke qartë që nga mënyra si vepron, se dhe ai vetë është i bindur që do të dënohet. Ndoshta mendon që gjykatësit dhe prokurorët i ka punonjës të bashkisë dhe mund t'i urdhërojë ai dhe t'i bëjë gjyqje siç do ai. Në fakt, ka ligje, ka kod penal, shteti shqiptar dhe nuk pyet shumë as për kryetarët e Bashkisë së Tiranës që detyrën duan ta ushtrojnë nga burgu apo mbajnë peng kryeqytetin për interesat e tyre që lidhen me skandalet e korrupsionit. Seanca paraprake me ligj duhet të mbyllet për 1 muaj dhe këtë nuk e ndalon dot Erion Veliaj. Politikanët zakonisht gënjejnë dhe mashtrojnë shumë. Ndoshta Erion Veliaj mendon se nga burgu mund të mashtrojë opinionin publik. E vërteta është se aktet e gjykatës i kanë marrë avokatët e tij, i kanë marrë në mënyrë elektronike, të shkojnë në një kancelari, t'ia printojnë dhe t'ia dërgojnë. Kanë 4 muaj që i kanë marrë dhe kanë hedhur edhe firmën avokatët e Veliajt se aktet nuk merren në prokurori pa firmosur. Erion Veliaj nuk e zhbën dot faktin që avokatët e tij i kanë marrë të firmosur ato akt më 23 korrik. Kështu që e gjithë kjo është thjesht një lojë, asgjë më shumë se sa kaq. Avokatët e Veliajt të shkojnë të printojnë akte dhe t'ia japin klientit të tyre. Nuk do të paguajnë shqiptarët tani dhe lek se do Erion Veliaj të përkthelet nga burgu dhe do t'i jap urdhra gjykatës. 60.000 faqe kanë kosto miliona lek për shqiptarët. Mirë ato 800.000 euro të shpenzuara për ajolën, por të paguajnë shqiptarët tani edhe për letër, të harxojnë edhe letër se nuk do Erioni t'ia printojnë aktet avokatët e tij, por do të bëjë cirqe me gjykatën. Erion Veliaj po ndjek me gjykatën të njëjtën taktik që ndoqi me prokurorin, me letra, me shkrime. Ajo që s'ka ndodhur ende është fillimi i sulmeve ndaj gjykatësve.